Vllaznia e Shkodrës sërish me kampion e Shqipërisë për sërish suksesin e kategorisë U16, sa po shpall kampioni për U18 për meshkuj. Urime kryetaneri Albert Marsh. Faleminderit. Them drejtën, ne ishim përgatit për këtë aktivitet me U18, kishim ato pretendimet tona dhe u realizuan më së mirit dhe çka u paraqitet edhe me rezultate arritën nga sportistët. Duke zënë përkatësisht vendet e para pothuajse në çdo disiplinë, sidomos në gorat e sprintit dhe të kërcimeve. Kishte rezultate premtuese, çka janë një diçka pozitive që i vjen në ndihmë edhe ekipit të rive edhe ekipit të rriturve. Unë do të falenderoj të gjithë sportistët dhe trajnerët për pushtimin e tyre. Kolegët e mi Bruno Rotani, Dorian Tafa, Jetmir Jahaj. Duhet i përgëzoj edhe sportistët edhe një herë për rezultatet arritura, çka premtojnë shumë për aktivitetet kombëtare dhe ato ndërkombëtare. Marshi me djem të vllaznia duket në fund të shkëlqyer, por pohas sërish vërtetësi me femrat. Është e vërtet, ne jemi në përpjekje për të ringritë edhe ekipin e femrave. Jemi duke punuar seriozisht, duke marrë me ekipin e moshave, ku aty është baza për të ndërtuar të ardhmen. Dhe unë shpresoj dhe besoj shumë që shumë shpejt do të arrijmë që të jemi konkurrues edhe me ekipin e vajzave, ashtu siç jemi edhe me djemt prej 18 viteve rradhësi me të gjitha grup moshat. Në vazhdimsi janë edhe garat e tjera në programin kombëtar dhe ndërkombëtar. Vllaznia po përgatitet t'i kalojë me sukses? Po, patjetër. Aktiviteti rradhës është Kupa e Republikës, që zhvillohet me datë 7 maj në Elbasan. Një aktivitet i tillë që do të jetë edhe seleksionues për kampionatin European Small States. Kështu që pretendimet tona kryesore dihet më të fitojmë kupën, pse jo edhe ndonjë rekord kombëtar dhe rezultate tjera cilësore, sidomos në garat ku ne kemi ato pretendimet tona.